Po. I që ishte mirë. Ha? I që ishte mirë. Ha? Që Stine ta shes, edhe në qëfëse ka qenë ndryshe, me i saj nuk bën lojra. Sigur ka pas gjithmonë qëllimshme të gjendë mirë, sigur s'ka qenë kurrë lart. Ashtu të. Nuk e di se mund të nxjerrim jo drejt për drejt. Po jam i sigurt në këtë gjë, sepse nuk është në stilin tonë. Po, që të fusim nxitza në këtë lloj mënyrë nuk e bëjmë dot në atë. Por qofse ka gjithë vërtet do të nxjerrim. Pak e kemi nxjerrë në atë e kemi thënë edhe ai e pranoi tash mua unë nuk jam i sigurt në qoftë se kur i tham që ju jeni bashkë, po. Në i thashë thjesht mirë ju e dini, apo ishte e vërtet. E marrë si të vërtet për arsye se ishte i thyer ato ditë, ishte ti po thoshte i ka. Dhe prandaj mendoj që mund të jetë e vërtet që ka pranuar. Po na këtë thënë edhe mirë, duhet të bëjmë të dy variantet. Pse dyshoni? Po ju them vetëm të vërtetën. Mos e bëni kaq të dukshme që po flasim bashkë, sa unë do risi kur jam në anën me Mirin. Po dhe Miri ka dyshuar. Që? Që Kristi me Mirin janë bashkë? Jo, që Miri me Stinën janë. E ka thënë vetë po? Po përsërisht ndryshon mendimi, e ke parasysh se ndryshon regjisore. Po prandaj dhe ai nuk pozicionohet 100%, thot nuk jam me Stinën si lojtar, thot, se e ka kuptuar që bëhet gjë. Stinën e kam si shok, e kam si vëlla. Mirin e kemi shumë kollaj për ta marrë ne, po si fillim duhet të përçohet me Stinën, e kemi thënë që ti të gjë. Qëse janë ndodh vetë? Qëse ajo gjë ndodh vetë? Po, pse? Po. Nuk jemi ajo lloj natyre. Kam përshtypjen që Miri duhet dal nga vetja, me mënyrën si u soll sot. Nga që kam bërë këtë lojë. Po. Doli nga vetja sot që më shtyr mua, e ke parasysh? Një dali nga vetja dhe nga ky moment e kemi shumë kollaj ta nxjerrim nga vetja, po kupton ti çfarë po them se kemi bërë një bisedë dikur. Po duhet të ishim më tash. Shoftë edhe duke ndjekur mbrapa me kanaçe. Po kupton. Shoftë edhe me lojra kalama, kështu që ta stresojmë. Edhe të kthehet në një mënyrë të keqe. Dhe e karikojmë ne